Mirëmëngjes. Ne folëm për tregun imobiliar shumë të deformuar në vitet e fundit, në të paktën 25 vite e fundit, por 6 vitet e fundit, kur janë dhënë 10 milion, më shumë se 10 milion metër katror ndërtim i ri në kohën e administratës Veliaj, kjo kthehet në pamjen, në fushpamjen e një krimi. Pse? Do ta shohim sot. Çfarë ka ndodhur me popullsinë ose me atë që ne quajmë marrëdhënien midis demografisë dhe territorit. Këto janë dy komponentët më të rëndësishëm të një shteti, të një vendi, demografia dhe territori. Nuk ka një gjë tjetër. Nëse hyni në histori dhe shikoni që prej 10.000 vjetësh kur qytetet e para, 12.000 vjetësh qytetet e para u ndërtuan, në fakt ishin fshatra, vendbanimet para deri më sot, nuk ekziston asnjë luftë që i kanë vjedhur një kombi tjetër ose një grupi tjetër, asnjë tjetër vetë se o territor i kanë grabitur, e kanë pushtuar për t'i marrë territor ose për t'i marrë njerëz. Nuk ekziston asnjë tjetër për te tyre dhe gjithçka tjetër që ekziston në këtë botë ekziston si një ndërveprim midis këtyre të dyjave, njerëzve dhe territorit. Kombit ose territorit kur ky komb ushtron sovranitet. Dhe këto 10 milion metër katror të reja të ndërtuara në Tiranë nuk janë gjë tjetër vetëse shpopullimi i Shqipërisë nga shqiptarët. Ky është produkti përfundimtar, produkti fundor. Sepse për së pari janë boshatisur trojet shqiptare në veri, në lindje dhe në jug. Dhe gjithë popullsia ka lëvizur o jashtë shtetit, o ka migruar jashtë vendit, ose ka imigruar në zonën Tiranë-Durrës. Dhe pak më shumë se sa në pjesën veriore, lindore dhe jugore, por gjithsesi më pak se në Tiranë dhe Durrës janë koncentruar një pjesë e kësaj popullsie. Dhe kjo lëvizje ka ardhur pikërisht sepse janë ndërtuar edhe në kohën e Ramës, por veçanërisht në 6 vitet e fundit në kohën e administratës Veliaj, mbi 10 milion metër katror ndërtim i ri, përgjithsisht për banesa. Është e kuptueshme që nëse ndërtohet për të populluar këto ndërtesa, për të sjellë njerëz te këto ndërtesa, dhe kjo ka ndodhur nëpërmjet propagandës e tjera që ne nuk do zgjatemi shumë se si ka arritur qeveria, por qeverisja në të dyja nivelet, por do flasim ose do specifikojmë vetëm dy mënyrat kryesore. E para një nëpërmjet propagandës, njësoj si në komunizëm. Nëpërmjet propagandës, sa mirë jetohet në Tiranë, sa kushtet mira ka, televizionet flasin pafund, vetë administrata flet pafund, por përveç këtyre edhe fikjes së motorëve të qyteteve të tjera. Qytetet e tjera, për shkak të koncentrimit pushtetit që i ka bërë zoti Rama në këto 12 vjet të qeverisjes së tij, nuk prodhojnë dot asnjë gjë për qytetarët e tyre, në kuptimin perspektiva, se në bashki nuk është se mbajnë qytetarët me ushqime dhe me mirëqenie, jo, përkundrazi. Por gjithsesi janë motorët e administratës lokale, të cilët pushteti ushtruar në kjo administratë, të cilat krijojnë mundësi, krijojnë hapësira për zhvillim për qytetarët e vet. Pastaj qytetarët e vet në këto hapësira sipërmarrin dhe ja kështu krijohet ekonomia lokale që punson dhe sjell mirëqenie. Ky është modeli i Shqipërisë, nëse i referohemi censusit të vitit 2023, mbi 60% e popullsisë shqiptare është e vendosur kryesisht në rajonin Tiranë-Durrës, që unë e quaj rajoni i mbipopulluar ose i koncentruar, sepse këtu është mbështetur kryesisht popullsia shqiptare, nëse i shtojmë edhe një 10%
qarku i Elbasanit, që është afër tyre, pra në zonën qendrore të Tiranës, janë të vendosur pothuajse 70% e gjithë popullsisë. Edhe ky është komponenti kryesor i këtij modeli territorial demografik që ne kemi ndërtuar për shkak të këtyre 10 milion metër katror dhe më përpara, por kryesisht në ajo si thua goditja përfundimtare është dhënë në këtë kohë. Një rajon tjetër, të cilin unë e quaj rajoni tipik, i tipit ideal. Pse? Sepse rajoni Tiranë-Vlorë, Vlorë-Fier, është një rajon që është rreth 17% e sipërfaqes së kombit, ndërkohë sipërfaqes territoriale të kombit, ndërkohë që popullsia kombëtare që zë këtë territor, që përdor këtë territor, është pothuajse aq 16%. Ky është ideal tip, ku në të njëjtën sipërfaqe ose ku përputhet shifrat e sipërfaqes territoriale me ato të banorëve. Dhe pjesa tjetër e Shqipërisë, pra rreth 8 qarqe të tjera ose 7 duke hequr Elbasanin, janë të nënpopulluara, janë të shpopulluara, dhe kjo është e faza e parë. Janë të shpopulluara sepse pjesa që mbetet është e kuptueshme, i bie diku tek 20, maksimum 20% e popullsisë. Pra, nëse në rajonin Tiranë-Durrës janë vendosur 60% e popullsisë, dhe kjo përbën vetëm 9% të sipërfaqes territoriale, në qarkun ose në rajonin e përbërë nga dy qarqet, qarku Fierit dhe i Vlorës, janë të vendosur 16% e popullsisë dhe është 17% e territorit, 16% territorit, në 75% të territorit të pjesës tjetër të Shqipërisë, janë të vendosur vetëm 20%. Edhe këto janë shifra të rrumbulla Kosovë. Ky është hapi i parë për shpopullimin e Shqipërisë. Hapi i dytë është që nëse vinë Tiranë e Durrës dhe i gjenden të përjashtuar nga gjithë sistemi ekonomik, sistemi social ose ndarja sociale, ajo që duhet ishte e kundërta, duhet i përfshinte. Arsimi e tjera që ne nuk do zjatemi, i kanë përjashtuar ta njerëz dhe çfarë ngelet? Ngelet e largohen. Ky është modeli territorial dhe ky është dëmi më i madh që i ka prodhuar 10 milion metër katror ndërtesë e re në Tiranë dhe administratën e zotit Biliaj. Për kuptimin tim, nuk ka tradhti më të madhe kombëtare. Së pari ti shpopullon pjesën tjetër të kombit, së dyti ti, ose si fazë e dytë, nëpërmjet kësaj qasje, i largon gjithë shqiptarët nga Shqipëria dhe kjo po ndodh. Vetëm në 12 vitet e fundit janë larguar mbi 1.100.000 shqiptarë nga vendi. Kjo është e keqja që për mos ty pastaj, se ndoshta do hyjë një herë tjetër, se çfarë ndodh me raportin me këtë koncentrim në Tiranë e Durrës, veçanërisht në Tiranë, një koncentrim popullsie ku njerëzit janë të gjithë në luftë me njëri tjetrin, dhe kjo vjen pikërisht për modelit si të zhvillimit, por edhe modeli territorial ose demografiko-hapësinor, do të thotë. Por edhe në aspekte të tjera që do ta shohim ngadalë. Këtu e mbyllim për sot. Ky është krimi më i madh që i ka ndodhur Shqipërisë në si pasojë e zhvillimit të paplanifikuar, kombëtar një herë edhe lokal të Tiranës, por edhe në mënyrën se si është zhvilluar territori, se si është dhënë ky bum i madh hapësirash të ndërtuara në Tiranë. Sot e mbyllim këtu, faleminderit. Do flasim një herë tjetër me ndoshta nesër.